Drejtuesi i SPAK Altin Dumani e ka konsideruar si një nga grupet më të rrezikshme kriminale bandën e goditur në Shqipëri gjatë operacionit të përbashkët me autoritetet italiane. Dumani deklaroi se ky grup i fuqishëm me bazë në qytetin e Durrësit konsiderohet si një ndër më të rrezikshmit nga pushteti financiar që kanë, të ardhurat që sigurojnë nga aktiviteti kriminal, si dhe aftësia për të trafikuar sasi të mëdha kokaine. Vlerësimi që i bëjmë ne si institucion që është një ndër grupet më të rrezikshme, niset nga shumë indikatorë. Grupi i ynë i hetimit, por edhe kolegët italianë, gjithë bashkë konkludojnë që është një ndër grupet më të rrezikshme që nga pushteti financiar, që ata kanë të ardhurat që siguronin nga aktiviteti kriminal, aftësia për të trafikuar sasira të mëdha kokaine nga vendet e Amerikës Latine dhe për të shpërndarë në Europë, kryesisht në Itali, po siç përmendi edhe zoti Mara, e në pjesë të tjera të Shqipërisë, pjesë të tjera të Europës, jo të Shqipërisë. Tani ajo që mund pohoj është kjo, që qendra e grupit ishte qyteti i Durrësit. Grupi dhe nën grupeve. Sa i takon emrave, ne si institucion ju e dini shumë mirë që kemi një politikë që nuk japim generalitete të personave të cilët arrestohen, edhe në komunikimet që bëjmë në njoftimet për shtyp me shkrim që shpërndajmë për mediat, ne nuk përmendim generalitetet. Dhe nuk kemi pse bëjmë përjashtim që në të rast të përmendim generalitetet të personave ndaj të cilëve është lëshuar masë sigurimi, qoftë për ata për cilët masa është ekzekutuar, apo dhe për ata për cilët masa nuk është ekzekutuar. Prokurori Vladimir Mara tha se ky grup kriminal është i ndarë në 3 nëngrupe, të gjithë me funksione dhe detyra të ndara lidhur me kontaktet e krijuara me shtetet ku tregtohej droga. Në rubrikën e Shqipërisë, nga ana e gjykatës posaçme të korrupsionit dhe krimit organizuar, janë vendosur 29 masa sigurimi. Të gjitha masa sigurimi ka qenë arrest në burg, ndërsa në Itali kanë qenë 22 masë sigurimi. In Italia 22 misure di sicurezza. Nga këto, në Itali dhe në Shqipëri, pasi ka patur edhe persona për cilët është vendosur masë sigurimi në Shqipëri, që ndodheshin në Itali apo anasirdas, albanesi che si trovano in Italia o viceversa. Gjithse janë ekzekutuar 40 masa sigurimi. Sono state eseguite 40 misure di sicurezza. Në fakt, pavarësisht ne jemi referuar një grup i strutturato kriminal, anche se ci siamo riferiti ad un gruppo strutturato criminale, ne kemi parë që ka patur një organizim me fill kriminal. Abbiamo visto che vi era un'organizzazione molto por që në vetvete ka patur 3 nëndarje tjera, che aveva 3 altre suddivisioni, të cilët kishin aktivitetin kriminal nga vendet e Amerikës Latine në drejtim të Evropës apo në Itali dhe në Shqipëri, duke patur secili rolin me vete. Disa prej masë sigurimit janë vendosur për personat të cilët bënin të mund transferimin e parave per le persone che trasferivano il denaro verso l'Albania, si dhe për një shtetas i cili ishte pronari një agjencie që bën transferimin e parave në kripto. Ndër të tjera në konferencë, Dumani u pyet se pse goditja e këtij grupi kriminal u bë pas zgjedhjeve. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme tha se nuk ka të bëjë fare me zgjedhjet, por gjithçka varet nga ecuria e hetimeve. Ndërsa shtoi se data e kryerjes së operacionit ka qenë e dakordësuar me autoritetet italiane dhe Eurojust.